Profesor Gzim Uruçi njihet si profesionist dhe pasionant i eksplorimit të mbi 3200 shpellave ose vrimave gjigante nëntoksore e nënujore në mbar Europën. Nga ana tjetër, pasioni si eksplorues e ka shenjuar në një ekspedit në polin e Veriut për të ngriturit pari shqiptar flamurin kombëtar në vitin 1994. Ekspedita më famshme ishte se Osapa isha kthyer nga viti, bëhet fjalë në vitin 1994 nga poli i Veriut. Pra ishte me një ekspedit ndërkombëtare të përgatitur apostafat për eksplorimin e polit Veriut, pra të polit geografik dhe të polit magnetik. Ekspedita shkoi shumë mirë dhe kjo bëri buj në qarqet shkencore sportive të atjershme të vendit tonë. Profesor Uruçi ndonë se nuk dëshiron t'i kujtoj para kamerës vuajtjet disa vjeçare dhe gjendjen e zgjatur të komës, e sfidon çdo ditë sëmundjen me këtë biçikletë të krijuar nga duart e tij. Jam shiu pak për mekanik, dhe atëherë ndërtova vetë, mora 2 rrotat e karrocës invalidit, dhe i modifikova si që janë sot, dhe me këtë bicikletë lëvizi aq lirshëm sa nuk ka. Pra është e dashura ime, bicikleta si thojmë në Shkodran, me padit. Aty ku është bicikleta, pa diskutim, është edhe gëzimi. Në Shkodër, profesorin, pinjollën e Mustafa Pashës, e njohin si projektuesin e lulishtes së quajtur Shatrivani dhe njëkohësisht si autorin e tekstit të këngës së pëlqyer qytetare Ky Marak. Duhet ta theksoj këtu që kënga nuk fillon ashtu, por fillon me një varg të tillë. Kur kalon ti rrugës time, më shikon asfalt. Ma lupak e hill masyrin se në ty kam marak. Historia e projektimit të këtij sheshit fillon në vitin 1984. Atëherë projektin e tyre e mora plotësisht, edhe në bashkëpunim me arkitektin Dervish Bilali, bëme një shatrivan që ishte me sipërfaqe nga më të mëdha në vendin tonë, por e pse jo edhe në Ballkan. Apartamenti i tij gëzon statusin një arkive ndërkombëtare të mjeteve të alpinizmit, librave antik dhe fotove të sistemuara në stilin e marokut. Kurse biblioteka personale nga ana tjetër njihet si ndër më të mëdhat biblioteka private në vend, ku përfshihet literaturë nga sferat e dijes si etnografia, astronomia, arkeologjia, muzika empirike apo mjekësia antike. Patericat janë vetëm mjeti për t'i dhënë krah shpirtit të aventurës. Profesori ka zgjedhur të na zbulojë sot të fshetat e një prej shpellave më antike, gropën nëntoksore të Hanit të Motit. Kjo shpellë ka vlera të jashtëzakonshme në rrafshin e mishkrimeve, tepër të lashta. Të gjithë uji depërtoj nga burimi ose çesma e fshatit, depërtoj në këtë shpellë, trijoj këtë liqe dhe nga ky liqe depërton në drejtim të liqenit të Shkodrës. Pra këtu më merr fund si themon kjo galeri tepër interesante që quhet Shpella e Krevenisë.